shikoj kështu bashkë. Që shikoj qytetari. Dhe jo badaksin komedian që nuk qesh njeri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoi regjimi, kur menduam se ndryshoi regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, përmbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis. Po ne nuk bëhemi pis. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shqisja shpirti i shejtanit. Dhe nuk ka për t'ja shqitur shpirti i shejtanit. As kur kisha pozita, as sot që kam pozitat e mia, me pjesën time, me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Këllysët e Ramizanis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Këllysët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt nëpër kafenetet e Shqipërisë. Nuk pajni për revoltën, po dhe unë jam i revoltuar pa sa ju. Këta kanë frikë se kush do na fusin në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi Europian. Jemi Europian në gen. Sot merr në kode gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë e kam në emër, fjalën gen e keni të gjithë ju në emër. Ne jemi geni Europës. Ne nuk jemi të shitur. Këta ja kanë shitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha dhe deri te ky Bisha. Ky Karagjoz që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindërit i thon fëmijëve mos flisni. Po nuk folëm ne kush do flasi. Kush do flasi? Ne duhet flasim. Edhe njerë më falni për nervin, ju duat gjithve. Qëndroni bashkë. Liderët e rinj do dalin, janë midis jush. Nuk janë të trashëguar nga sistemi i para 90-s. Faleminderit.